VB. Univa me kompetencë, faleminderit kryesues, i nderuar kryetar. Univa me kompetencë të flas për shkak se jam që 2 mandate, domthonë antar i Kuvendit, edhe mandatin e kaluar kur ka qenë komisioni për ndarjen e banesave, kam qenë edhe kryetari i atij komisioni deri në shpërborjen e tina. Po është e vërtetë që tash kanë kaluar dikun kujtoj 7 vite pe sa këto banesa e ndërtu dhe për neve si Drenas, si komunë e Drenasit, sa më herët që i dhojmë drejtim dhe zgjidhje kësaj çështje është aq më mirë. E di që dikujt ai konvenon, për shkak se ato banesa është dikush duke banu dhe janë dikush duke shfrytzu. Me kuvendi komunal ka marrë vendim vetëm për ndarjen e një banese, ka qenë rasti i djegjes shtëpisë të mësuesit nga Vasileva, që jetën fëmia jashtë nuk kanë pas kulën mbi kokë, edhe u desht seanca komunale më thirr në mënyrë të jashtëzakonshme me marrë vendim dhe i kena rahatu. Unë pjesërisht kryetari ka të drejtë që thet me lënë se kemi raste të tilla për shkak se na ndodhin se na jemi njerëz do të më parashikohet tragjedi. Mirë po. Unë mendoj se vetëm shumë shkurtimisht të nderuar kolegë veç pak. Unë mendoj se për me zgjidh këtë problem mirë dhe çush duhet na ose do të më themelu një task force ose një qysh dësh një qunë, një grup, komision, çfarë dësh formaliteti të ekspertëve për shembull, për shkak se duhet më konsultu me ligjet në fuqi, me Ministrinë e Administratës Publike, me Ministrinë e Mbrojtjes Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, si dhe me avokatin e komunës në mënyrën ligjore, për shkak se nga ja ku tash